Tuneli Llogaras, që në ditën e tij të parë që u përmend si projekt strategjik infrastrukturor, u shoqërua me analiza të natyrës që nuk është thjesht një vepër që pikë së pari i shërben qytetarëve dhe turistëve, por një vepër që krijon lehtësi për biznesin, investitorët dhe të pushtetshmit për të aksesuar perlën e jugut më lehtë. Por kjo do të mbetej thjesht në kuadër të hipotezave, pasi ai tunel, edhe pse është hapur vetëm në një sens, do të shndërrojë në rrugën kryesore që çante mes maleve për të parë detin. Ajo që mbeti thjesht si akuzë ishte tenderi, mënyra se si u zgjodh fituesi dhe kostot e ndërtimit. Pas miliona eurove të tenderuara, pas firmave dhe prokurimeve që kaluan nga një dorë në tjetrën, sot ky projekt është bërë thembra e një hetimi që në qeveri ka shkaktuar një situatë as pak të ngjashme me asnjërin më parë. Për herë të parë në dosjen e SPAK shfaqen përgjigje që tregojnë se tenderi nuk ishte thjesht një garë, por një skenar i përgatitur, një proces i drejtuar i paracaktuar, ku kompania fituese dije që përpara se të hapeshin ofertat, ose ndoshta oferta u hap për ta fituar ata. Qendra e këtij hetimi është emri i zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Sot ajo është marrë zyrtarisht e pandehur nga SPAK në akuzën e shkeljes së barazisë në tendera. Por sipas juristëve dhe ekspertëve të fushës, kjo është vetëm maja e icebergut. Shumë argumentojnë që pas shkeljes së barazisë në tendera, fshihen dhe akuza të tjera, si ajo është përdorimi të detyrës apo vjedhjes duke shpërdoruar detyrën. Dhe me shumë të drejtë sërish lind një pyetje, sipas çdo dosje hetimore, ku ka emra të mëdhenj. A ka guxim SPAK të zbres deri në rrënjë tek këtij zinxhiri pushtetarësh që kanë luajtur me fondet publike? Hetimi për Ballukun, sipas informacioneve, është vetëm një prej dosjeve që ndodhen aktualisht në tavolinën e prokurorëve të posaçëm. Raportimi i kreut të SPAK Altin Dumanit në Kuvendin e Shqipërisë zbuloi se një sër çështjesh të tjera të mëdha janë futur në fazën e hetimeve paraprake, çka përpasoi informacionet janë të kyçura hermetikisht për shkak të sekretit hetimor. Dhe këtu ngrihen disa pyetje të tjera, jo vetëm në lidhje me drejtsinë, por edhe me theks të fortë politik. A është ky momenti i parë që SPAK i afrohet realisht Edi Ramës përmes hetimeve? Çfarë bën rastin Balluku ndryshe nga të tjerët? Mos ndoshta për herë të parë drejtësia po prek vetë rrethin e brendshëm të qeverisë? Tuneli Llogaras u supozua të lidhte Vlorën me Palasën, por sot duket se po lidh pushtetin me drejtsinë. E derisa të përshkruajnë 5.6 kilometrat e drejtësisë, sërish nuk e dim se kush do të dalë të shohë dritën në fund të tunelit. Ta nisim së bashku këtë bisedë. Shikoni një hetim real të nisur nga SPAK për tunelin e Llogaras? Unë bëj pjesë tek ata ish zyrtar të lartë të shtetit që e kam mbështetur organet e reja të drejtësisë, kryesisht SPAK-un, edhe pse kam cilësuar që shoqëria jonë është tërësisht e kriminalizuar. Faktet që zyrtarët më të lartë të shtetit rezultojnë se janë marrë me detaje dhe me përkujdesje për krijimin dhe regjistrimin e kompanive të paracaktuara që do të fitojnë tendera apo koncesione për investimet strategjike dhe gjeopolitike të Shqipërisë, sepse kryeministri i Shqipërisë ka deklaruar për disa nga investimet janë gjeopolitike. Dhe këtë e ka bërë pikërisht e ka anoncuar për t'ju larguar tendencave për t'u hetuar, apo për t'u përgojuar, apo për t'u bërë tema në mediat shqiptare. Pikërisht këto investime, të mbuluar me këtë petkun e kryeministrit për investime strategjike dhe gjeopolitike, këtu është dhe korrupsioni më i madh. Unë pavarësisht se çfarë fshihet prapa hetimit, për shkak të një informacioni që kam patur, që para 9 muesh, në studion tuaj dhe në studiet tjera, kam thënë që 9 zyrtar të lartë të MEI-t, Ministrisë Infrastrukturës dhe Energjetikës, bashkë me kupolën, do të merren të pandehur dhe një ditë të bukur do japin llogari shumë shpejt. Që para se të bëhen zgjedhje. E ke thënë, edhe këtu e ke thënë. Sepse kam patur një informacion që kishte të bëjë me komunikimet. Dhe ditën që është paraqitur në SPAK, zëvendës kryeministri i Shqipërisë dhe fakti që ajo para se të paraqiti dërgoi motrën si avokate, kam menduar që
avokatët si një nga burimet nga ku mund të dalin aktet për shkak të drejtës për të njohur, janë avokatët dhe vetë zëvendës kryeministre e ka ditur se sa thellë është zhytur në çështjet e bisedave korruptive, të shpërdorimit detyrës, të paracaktimit të subjekteve që të marrin tendra apo koncesione dhe ndaj dikush mund ta ketë mësuar që Pra po më thuaj që e parandaloj rrjedhjen e informacioneve hetimore nëpërmjet motrës së saj si avokate? Shiko, sipas meje ka shumë biseda të turpshme të zëvendës kryeministres në raport me tendrat dhe koncesionet. Ajo edhe zyrtarët e lartë të ministrisë që ajo ka drejtuar i ka përzgjedhur njerëz të besuar, por dhe njerëz që mund të komunikojë lirshëm deri në atë detajet që etiketon kryeministrin e Shqipërisë me nofka nga më të ndryshmet, por dhe nga më të turpshmet. Kjo është një herazi, do të bim dakord që është edhe gjuha normale e komunikimit të këtij sekti që na qeveris. Por një femër, një nan, një zëvendës kryeministre që komunikon me epitete të turpshme që as unë si mashkull nuk i zen në gojë shprehje që përdor zëvendës kryeministra, tregon se bataku i kësaj qeverisje është shumë i thellë. Dhe sidomos bataku ku është zhytur zëvendës kryeministra. Për të shkuar tek hetimi. Hetimi ka qenë serioz. Nuk ka qenë me emra. Ka qenë me çështje. Në të cilën janë peshkuar individ caktuar. Fillimisht kanë qenë 3 drejtorë. Më pas kanë dalur dhe emra të tjerë drejtorash dhe zyrtarë të lartë të ministrisë. Jo të vetëm të autoritetit rrugor shqiptar, por edhe të ministrisë. Të njësisë së prokurimit. Të drejtorit të keshit, të ish drejtorit të keshit. Pra janë shumë. Dhe pastaj prokuria ka atë normën e vetë të punës, SPAK-u apo Biroja Kombëtare e Hetimit, që nëse u plotësuan 3, 4, 5, 6 prova për shemsiu, do merret i ngreku. Për andin e me radhë. Dhe procedimi, pavarësisht se ka qenë pa emra, po ka qenë me çështje, kush është peshkuar nga transkriptimet e bisedave telefonike dhe të provave tjera pa diskutueshme, po dhe të kallëzimeve, sepse rezulton ne shqiptarët i mësuar që të rrajmë gjoksin që filan çështje denoncoi filani. Faktikisht ai rezultoi se çështja e tunelit të Llogaras ishte denoncuar para gati 4 vitesh nga ish kreu i Partisë Demokratike të Shqipërisë. Dhe nuk kishte të bëte me denoncimin e Erben Ametajt. Apo të Gazmend Bardit. Pa ishte me emër të Lulzim Bashës. Tani nëse në Lulzim Bashën e urrejmë deri në gen, sa si përmendim as emrin për një punë të mirë që ka bërë, që ka denoncuar një korrupsion, një shpërdorim detyre, një abuzim me fondet publike, po këtë duhet t'ia quajmë merit. Pra ne deri aty jemi shoqëri e traumatizuar, saqë atë që dikur e kemi pasur shefin ton, edhe një merit të vetme apo një punë të mirë pritojmë ose hezitojmë për t'ia thënë. Në këtë kontekst, ja vetëm ta mbyll atë për çështjen e hetimit, unë jam i bindur që prokurorët dhe oficerët e BK-s kanë qenë në limitet e parashkrimit të veprës penale. Duke qenë se subjekti Belinda Balluku kishte marrë ngarkesa gjatë hetimit, ngarkesa të shumta, të cilat prokurori do t'i shpjegoj më mirë, kishte marrë ngarkesa të shumta të provave, të dala nga bisedat e X drejtorit, të Y drejtorit, të entit të prokurus, të mejt, e tjerë, ata nuk mund të rrinin, se nesër do të lenin detyrën. Pra dhe kanë ndoshta dhe ka ardhur koha që është plotësuar hetimi, por unë bindem që ka dëboj edhe me rrezikun për të lanë punën, sepse ato janë të monitoruar. Prokurorët SPAK do të janë të monitoruar, por ndoshta edhe janë plotësuar të gjitha provat që nuk bante ma pilafi ujë dhe është vendosur për të thyrur për t'ju komunikuar. Për të marrë pandeu. Faleminderit të Prençi. Bejko, për të vjuar së bashku, në komunikimet që keni parë, a ka prova që të mjaftueshme që implikojnë zëvendës kryeministren Balluku me akuzën që është ngritur, shkelje barazis në tendera, dhe a ka lidhje
një ministre direkt me tenderin, duke qenë se ka një komision të vlerësimit të ofertave, që quhet ndryshe KVO. Tashti, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave operon në bazë të ligjit të prokurimit publik. Është një komision i cili ngrihet, përcakton kriteret dhe pastaj në bazë të këtyre kritereve vinë operatorë të ndryshëm ekonomik, që në rasti që garojnë. Po garojnë në bazë të dokumentacionit, të përvojës, eksperiencës. Siç del nga informacioni që burojnë në media, ne nuk e njohim dosjen në tërësi që të flasim me kompetencë, por kanë rrjedhur informacione, siç e tha dhe Prençi, nga avokatët, vetë gazetarët kanë marrë nga Spaku e tjera. Pra kemi një ndërhyrje të ministrit të linjës tek ky Komisioni i Vlerësimit të Ofertave. Dhe rezulton që për këtë fakt prokuroria e posaçme, siç po thuhet, i ka njoftuar akuzën për shkelje të barazisë në tendera. Nuk e di sa kjo mund të qëndrojë, sepse ata do ta kenë çmuar vetë që kjo do të jetë akuza. Si rregull, personi i cili është pjesëmarrës e këtij komisioni është përgjegjës për këtë shkelje të barazisë të tenderave, pasi ai është përgjegjës, është personi që është autoriteti kryesor i ngarkuar me këtë punë, nuk është ministri, mendoj. Megjithatë, ata e kanë çmuar në formë të tillë dhe mendoj që është ata e kanë bërë, pasi ndofta kanë studiuar materialet, dosja është e tillë, duke përfshirë edhe komunikimin telefonik. Këtu ka komunikimin telefonik, mesazhet që kanë mbetur në telefon të ish drejtorit. Po, është ai BlackBerry. Me idenë që BlackBerry dhe nuk thyet. Një telefon BlackBerry i sekuestruar. Jo vetëm BlackBerry, mund të jenë telefona të tjerë, po. Të paktën komunikimet të cilat kanë dalë, nga çfarë kemi parë, domethënë është ekspertimi elektronik. Ka qenë periudha që ishte trendi përdorimi i BlackBerry si telefoni i sigurt. Kanë qenë ato 3-4 vite. Ka qenë viti 2019, mos gabon 2023. Deri 2022 ka vazhduar. 2022 diçka e tillë. Edhe ndaj dhe janë telefona BlackBerry që i kanë pas shumica zyrtarëve të lartë të autoriteteve. Kjo është arsye dhe normalisht Belinda këtu është kapur tek ndikimi që ka ushtruar tek KVO-ja, ndikimi që zyrtari më i lartë i ministrisë ka diktuar. Ka ndryshuar kriteret. Beko, po mirë, mund të ishte një akuzë tjetër për shembull ndikimi i palishëm? Jo, dhe një zyrtari mund të ta akuzosh ushtimi ndikimit palishëm lidhet me korrupsionin. Por aty mund të kesh edhe vepra tjera penale që mendoj që prokurorët e posaçme ata që kanë formuluar akuzën, edhe ne në këtë shkallë jemi tani, duhet parë dosja për të krijuar një ide konkrete që të mos bëjmë malundime. Ka patur raste që për shembull persona të ndryshëm janë akuzuar edhe për korrupsion, edhe për elemente të pastrimit të produkteve të veprës penale duke u hetuar pasuria në rrjedhën e veprimeve lidhur me faktin penal. Pasi ka ndryshuar, është paksuar dhe duke shikuar edhe pasurinë dhe të arvat e individëve të tjerë të përfshirë në hetim ose të marrë pandevës. Shpërdorin detyre, vjedhe duke shpërdoruar detyrën, mund të klasifikohen këtu në një moment të dytë në rast se Spaku ka prova, sepse ne nuk dim. Kualifikimi është bërë, pra si rregull, prokuroria, organi procedues i ka njoftuar akuzën personit. Dhe kjo dosje tashti do të shkojë në gjykatë. Vetëm mbi këtë? Urdhro? Vetëm mbi këtë akuzë? Po vetëm mbi këtë akuzë, me që duket pak informacione, gjykojmë informacione që vijnë nga media, se nuk është se kemi një ose dofta ka diçka të saktë, nuk e di, po ajo dosje që ka dalë, komunikimet kanë dalë nga një tjetër e marrë fandehur që është komunikuar akuza. Aspektin që është njoftuar për shkelje të barazisë 253. Spaku zyrtarisht të ka thënë shkelje të element të bashkëpunimit, sepse mendoj që se ka kryer vetë, ka kryer bashkë me në bashkëpunim është kjo. Kjo është një rrethana rënduese. Sipas është një rrethana rënduese që nuk besoj se ka një kualifikim dhe pra që t'i kthehem asaj, në këto kushte me ç'duket dosja do të shkojë në gjykim me këto akuza. Është gjykata në bashkëpunim është, nga nenet 258 fraksion 2 dhe 25 i kodit penal. Shkelje barazisë në bashkëpunim. Këtu jemi me thelbin. Është gjykatë si jetimit paraprak, i cili me ndryshimet e reja procedurale do të çmojë a është formuluar akuza drejt, a janë hetimet e rregullta, a kemi pretendim nga palët, sepse patjetër që subjekti i cili procedohet penalisht sipas ligjit procedural konform me tekstin 27 ka të drejtë të bëjë prapësime dhe të kërkojë nga organi procedues edhe kryerjen e veprimeve të ndryshme. Besoj që do të jetë bërë një kërkesë e tillë, sepse është një kërkesë ligjore dhe e drejtë është edhe mbrojtje e vet palës, që ti kërkojë për shembull pushimin e akuzës, një rikualifikim, rasti tjetër e të tjerë. E kuptoj. Okej, faleminderit. Edhe vetëm për të shtuar një fjali. Ne kemi patur publike këto ditë të fundit, kemi patur një deklaratë të Begjet Pacollit,
i cili është një çështje tjetër për të cilën akuzohet Belinda Balluku. Aeroporti Vlorës. Kam përshtypjen Dumani tha që është në netim paraprak edhe kjo, është marrë netim paraprak. Sepse është ka filluar nga Spaku. Edhe prokurori i Tiranës të çështje. Ka filluar hetimi nga Spaku, ka filluar edhe prokurori i Tiranës, sepse Pacolli u thirr në prokurori i Tiranës. Patjetër. Dhe ai ka deklaruar që Belinda Balluku bëri një veprim të turpshëm në prezencë time sepse kërkoi turqit të hinin në tender. Pra, nuk shprehet dëshira e kompanive, e operatorëve për të hyrë në tender ose në koncesione. I kërkon ministria kush do të hyjë në tender. Pra, kjo e implikon Belinda Ballukun në shumë vepra penale dhe Spaku me të drejtë ka komunikuar me publikun një akuzë, po ne nuk e dim se sa akuza tjera do të ketë Belinda Balluku në raport me implikimin veprimtari kriminale. Pra ne me të vërtet kemi vetëm pabarazi në tenda. Por mos është një mënyrë për ta mbajtur dosjen kjo pak të rrezikshme për perceptimin publik? Flas vetëm për perceptimin publik, që në vetvete dosja mund të kesh. Janë 4 burime, të paktën minimalisht do thomi 4 burime, nga ku mund të rrjedhin aktët. Mund të jetë prokurori i çështjes, oficerët e BKH-s që janë marrë me hetimin, avokat, mund të jenë ekspertët të cilët kanë bërë transkriptet e bisedave telefonike, dhe mund të jetë avokati që për momentin Belinda Balluku ka vepruar drejt, që ka zgjedhur të ketë njeriu më të besuar motrën e vet, që mos i rrjedhin aktët, sepse ajo për shkak të detyrës ka drejt njihet me aktët. Ne nuk i dim se çfarë mban dosja. Fashikullin në vetvete, që janë të grumulluar prova për në ngarkim të subjektit Belinda Balluku. Ne kemi disa biseda telefonike me varësit e saj, por kjo tregon se kjo gjuhë komunikimi është përdorur nga kjo ministre për 6 vite si ministra e infrastrukturës dhe energjetikës. Pra, edhe sa gjëvahire do të mësoj populli shqiptar nesër kur të dalin materialet e tjera. Mendon se ka përgjime më tronditse në këtë dosje? Po ka mos e shiko, ne kemi në rrugën e Arbrit e kemi nga 265 milion euro ka shku 485. Pra, luajnë një 220 milion euro më shumë. Kemi superstradën Thuman Kashar, Lekaj, që shkon 1.3 miliard euro. Janë pazara shumë dha. Kemi disa koncesione të tjera, kemi bypassin e Vlorës. Janë vepra infrastrukturore të cilat të gjitha i ka tenderuar Balluku, dhe i ka diktuar Balluku dhe i ka paracaktuar. Gjuha e komunikimit dhe deklarata e Begjet Pacollit që thot u ndjeva i fyr në zyrën e Ballukut kur ajo kërkoi që të konkurrente turqit. Prençi, çfarë ndodh në rast se një ex-ministër shkel barazin në tendera, por e merr një kompani e cila kryen punime cilësore, po themi, është me vlerën ndoshta të pranueshme, të përcaktuara nga Bashkimi Evropian, po marr tani po bëj avokat djallit dhe unë. Dhe akuza ngelet vetëm shkelje barazisë në tendera, që kam përshtypjen Beko nis nga 0 ditë, nis me gjob edhe përfundon në burg. Në burgim 1 deri në 5 vjet mos ka bërë. 1 deri në 5 vite e ka. Tani çfarë ndodh në këtë rast? Thjesht shkel barazin në tendera. Pastaj se ç'ndodh mbrapa në ato bën vakisi marrë vesh kur. Ka një problem, ne shqiptarët mund ta bëjmë një aritmetik shumë të thjeshtë. Që 1 kilometër tunel në rrugën e Kombit me 2 korsi. Po, me 2 tuba, e thonë. Po jo. Mirë, me 2 korsi tuneli, po. Siç është llogaraja. Po. Nëse në Kalimash kemi 2 tunele, me nga 2 korsi bëjnë 4. 1 kilometër rrugë ka qenë 20 milion euro. E i të 2 tuneleve ka qenë 40. Pra nëse do ta marrim tunelin e Kalimashit, 220 milion euro që ka kushtuar, i takon që 1 kilometër me 4 korsi, pra i 2 tuneleve, është 20 milion euro. Ose 1 me 2 korsi 20 milion euro. Ne na ka shkuar tuneli i Llogaras 20 milion euro 1 kilometër me 2 korsi. 190 milion euro. Më kuptove tani çfarë? Pra në tunelin e Llogaras do duhet dhe një tjetër vlerë kaq për tubin tjetër? Tuneli i Llogaras është në një strukturë shkëmbore, gëlqerore, pas një rrëshqitje, pas një problem, pas një punim të paparashikuar, për shkak të formacionit shkëmbor,
të gurit gelqeror. Formacioni shkëmbor i Murrizës në rrugën e Arbrit, që është me i njëjti standard rruge me 2 korsi si ai Llogaras, është me rrëshqitje. Dhe mund të pranohen punimet parashikuar se janë shtyrë punimet 3 vite vetëm për shkak të rrëshqitjeve, sepse zona e Murrizës është zona më erozive në pikpamje gjeologjike në Shqipëri. Nuk ka zonë më erozive, të paktën nga historiku i shërbimit gjeologjik shqiptar. Në zonën e Kalimashit ka patur struktura rrëshqitëse të funksionit shkëmbor. Sa që janë miratuar fonde shtesë, ka pas një rrëshqitje vertikale edhe në pjesën e sipërme të tunelit edhe në pjesën e poshtme. Por gjithsesi, pra një kostoja, në përfundim ka shku 20 milion euro. Pra në një kilometër tunel me 2 korsi. Kurse në Llogara, formacioni shkëmbor më i qëndrueshëm, punime më të lehta në pikpamje të kryes punime, ka shkuar 40. Kjo është i vesh dur të gokë dhe këtu pranohet dhe provohet në kontratat të ngjashme, po të bësh kontratat të ngjashme dhe punime të ngjashme që kemi të bëjmë me këtë shtesën prej 50 milion euro, pra mund të ishte bërë me 140, akoma më mirë, se sa Kalimashi apo Murrizi. Por këtu është shtuar dhe një 50 tjetër duke anulluar tenderin. Pra këtu kemi të bëjmë drejt për drejt me ndërhyrjen e ministrës. Ndërhyrja tani po provohet sipas pamjeve filmike, që është diku më lartë, sepse kryeministri i Shqipërisë ka marrë pjesë në takim me kompaninë e Erdogan që ka ofruar Erdogani. Pra do të thotë që ne nuk e kemi korrupsionin ke Balloku, e kemi pak më lartë se Balloku, e kemi ka i palloshi i gjatë. Okej, faleminderit, do rikthehem sërish të Prençi. Referuar kësaj që Prençi po shpjegonte. Begu nga pikpamja e ligjit, nga pikpamja e mënyrës se si kryen hetimet, mendon se s'pak këtë herë është afruar shumë në oborrin e kryeministrisë duke parë të gjitha pozicionet. Patjetër që është afruar shumë, sepse është marrë pandehur zëvendës kryeministra, njeriu i dytë edhe juridikisht pas kryeministrit, por edhe njeriu më i afërt faktikisht. Është njeriu i cili ka firmosur dhe ka kryer shumë vendimarrje administrative, të cilat janë deleguar me porosi nga kryeministri. Si rregull në kodin e procedurave administrative, pra delegimi kompetencave ose kryer veprimeve nga një drejtues më i lartë, një tjetri më të ulët, bëhet jo vetëm një personi që ka aftësi profesionale në fushë, por është edhe një person i besuar, pra jo gjithsekujt, nga punonjësit administrativës. Kemi bërë pak ditë më parë, Bego, një diskutim së bashku për çështjen e drejtësisë në tërësinë e saj, ku ju thatë që sado që drejtësia të jetë një institucion i pavarur, ka një varësi nga politika. Dhe këtë do duhet ta pranojmë. Është Ministria e Drejtësisë e të tjera struktura. Në rastin konkret, referuar hetimit SPAK-ut, që ju si thatë, SPAK është afruar në oborrin e kryeministrisë, a do mundemi ta shohim pavarësinë ose varësinë e SPAK-ut nga politika këtë herë? Ne nuk e kemi thënë që SPAK-u është i varur nga politika në këtë kuptim, por çdo institucion varet nga politika, sepse demokracitë ose republikat parlamentare që ne jemi, funksionojnë të tilla që janë politikat të cilat bëjnë ligj dhe mbas të këtyre ligjeve pastaj ngrihen ose shkrihen institucione të ndryshme për nevojat të shtetit dhe për nevojat të caktuara. Mendoj që do ta shikojmë patjetër fuqinë e tyre edhe atë kurajon, më tepër se sa fuqinë në përballjen me politikanë të lartë. Dhe të kuptojnë diçka që si rezultati i reformës të drejtësi, sot ne ndodhemi në një problematik shumë të thellë të marrëdhënieve mes institucioneve. Nuk ka ndodhur më parë dhe njerë që të jemi në një konflikt mes gjykatës së lartë dhe gjykatës kushtetuese në këtë shkallë, mes shkollës së magjistraturës dhe gjykatës së lartë. Kemi mosmarrëveshje të rënda mes gjykatës së shkallës së parë dhe gjykatës së apelit. Kemi një konfundim dhe një mos kuptim dhe mos zbatim të drejtë të ligjit si procedurial ashtu dhe material, civil dhe penal. Dhe kemi një mos funksionim të shumë institucioneve. Shkojmë për shembull që institucionet të ndryshme janë të tengarkuara, për shembull LDA dërgon njoftime, mua merr një njoftim që bëj fjalë për një material para 5-6 vjetësh. Dikush po më thoshte për një ankesë që kishte bërë para 8 vjetësh në institucionin që ai drejtonte. Sepse sot institucionet janë të tengarkuara, të mbushura
janë në pakic dhe ka një paqartësi, për shembull, të them një rast interesant që ne kemi diskutuar si kolegë, është rasti i vrasjes së të nderit gjyqtarit të apelit të Tiranës. Stërkalaj. Po. Ai është vrarë në detyrë, është folur shumë për atë. Por ama nuk është folur për çështjet të cilat ai kishte ta vendim. Çfarë do bëhet me këtë çështje? Si rregull, ligji thotë që kur një vendim nuk është firmosur nga një gjyqtar, atëherë ai është i pavlefshëm. I ndjeri ndofta ka lënë disa dhjetra, po ndofta edhe disa qindra vendime të parsyetuara, sepse kështu funksionon. Pra, jo është vendim që ti shpall e arsyeton. Ndoshta edhe për shkak kohës fizike nuk ka pasur mundësi që ti zbardh. Është normale kjo. Nuk po e them për kundërshtim. Çfarë do bëhet me këto vendime tani? Pavlefshëm, thot ligji. Dikush i ka fituar, është gëzuar, dikush i ka humbur, është i dhuruar. Vendimet duhen bërë nga e para. Pse do thot ligji këtu? Pse ligji nuk e ka parashikuar një situatë të tillë? Pse ligji nuk e ka parashikuar këto konfliktet që gjykata e lartë merr vendime për gjykatën kushtetuese, që është një gjykatë më e lartë. Dhe na jemi në një konfundim që institucionet nuk po kuptojnë më çfarë po bëhet. Kush po zgjidh, si po zgjidhet Që kush po ka shumë prek dhe spaku nga përshtypjen. Patjetër, sepse kjo tregon atë që është bazike këtë mungesa e sigurisë juridike në një vend. Mendon se spaku është i gatshëm të përballojë një luftë politike, sepse kjo që thash ndoshta lidhet me një marrëveshje. Duhet të përfshihet në luftë politike. Është institucion që duhet kryesisht për të luftuar korrupsionin, më shumë se sa krimin dhe krimin organizuar, pasi do të kuptojmë diçka që krimi organizuar ose krimi i zakonshëm, që luftohet kryesisht edhe nga prokurori i jurisdiksionit të zakonshëm, është luftuar fuqishëm këtu në Shqipëri dhe qëllimi i reformës së drejtësisë ky është për lufta kundër korrupsionit, shpejtësia, ecuria dhe zgjidhja e problemeve. Gjë e cila po pranohet tash nga të gjithë faktorët, aktorët, quajtësit të duhet të jashtëm të brendshëm që ka shumë problematika. E qartë. Faleminderit Beko. Pyetja është e njëjtë. Është afruar SPAK në oborrin e kryeministrit? A ka tashmë aty një filtr politik që ndalon SPAK-un të shkojë më tej dhe është SPAK i gatshëm të përballojë një luftë politike që mund të vijë nga të dyja palët, qoftë pozitë nëse bashkohen kundër goditjeve të kësaj natyre? Unë personalisht jam i qik më i avancuar. SPAK-u nuk është afruar në oborrin e kryeministrisë, po ka hyrë brenda në godinën e kryeministrisë. Ka vajtur në katë dytë? Po, ka vajtur në katë dytë sepse kryeministri i Shqipërisë, këto që sot po mësojnë shqiptarët, këtë bisedën me pseudonimet Palloshi e K. etj. Kryeministri i ka mësuar më përpara. Kryeministri Rama. I ka mësuar atëherë kur i tensionuar së tepërmi, përdori atë shprehjen e turpshme që tha nuk ka ... që të bllokoj telefonin tim, s'ke punë me telefonin tim. Sepse që atëherë diskutohej për të bllokuar telefoni i kryeministrit, sepse bisedat telefonike në ato pauzat pas bisedave që kishte ish drejtoria RSH-s dhe zëvendës kryeministër, në pauzat që zëvendës kryeministër thotë të flas me atë, janë pikërisht bisedat që bëshin me katin e dytë. Dhe që atëhere kryeministri është vënë dieni për këto biseda. Jo për të gjitha, por është vënë dieni. Dhe prandaj atëhere ka përcjell një kërcënim ndaj prokurorëve të SPAK-ut, që askush s'ka punë me telefonin tim. Pra pikërisht ky ka qenë momenti? Kam buruar. Pra, po ti referohesh në kohë, është ajo që të thash unë para 9 muajsh, dhe kryeministri këtë shprehje dhe irritimin për bllokimin e telefonit e ka përdorur pikërisht para 9 muajsh. Ndoshta mund të kenë shkuar 10, është i takon një periudhë pak para zgjedhjeve, nëse ju kujtohet. I kanë thënë nga SPAK-u Ramës i kanë thënë që shiko, unë të thash burimet janë të ndryshme, janë 4. 4 përmenda unë, po mund të ketë dhe burimet tjera, për shkak sepse tani paralelisht me hetimet që bëhen me letrat dhe me tjera, ka dhe hetime që bëhen me teknologji tjera. Në këtë kuptim, ku ta dim ne mund të jetë një specialist i IT-s, i cili nxjerr një sekret,
ose e komunikon me Andin ose me Shemsin. Ashtu siç mund të komunikoj një ekspert i IT-s me një gazetar dhe pastaj lajmi merr dhën. Por kryeministri i Shqipërisë, duke shfrytzuar edhe disa lidhje që ish ministri i drejtësisë ka patur me individ të caktuar të SPAK-ut, pra mund të jetë vend dieni që sepse kryeministri ka qenë shumë i shqetësuar në atë periudhë për problemin e telefonit dhe për problemin e përmbajtjeve të telefonit. Dhe unë edhe në studin tuaj kam thënë që kryeministri është irrituar për bllokimin e fizik të telefonit. Se çështjet e përmbajtjes së telefonit të kryeministrit i ka SPAK-u. Pra, se SPAK-u kur ka nxjerr, kur ka transkriptuar bisedat e Berberit me Ballukun, ka patur edhe Ramën në kara bisedat që janë bërë në pauzat e bisedave. Pra, përmbajtjen e telefonit e Edi Ramës, SPAK-u e ka patur prej kohësh. Problemi qëndron të tani që i kishte ardhur momenti që duhet si nevojë procedurës, sepse prokurori e din se kur del një burim tjetër detyrimisht do të shkosh edhe te telefoni tjetër, pavarësisht se këtu në Shqipëri është e vështirë të shkosh. Po pse nuk ka një autorizim për shkakun? Unë jam i bindur që Rama, që varet nga këshilltarët juridikë që ka, sot më shumë se kur Rama duhet të paktën duhet të mësoj nga të sojt të ty në për Evropë, që në një moment të caktuar për te batakut që ke mbajtur, se batakash janë këto. Unë kam thënë që këto janë dallkauk, nuk janë intelektual dhe profesor që t'i afrosh me kënaqësi dhe të ndërtosh një qeveri. Këto janë dallkauk, njerëz pa shkollë, që futen në labirinthet e politikës vetëm për të pasuruar, sepse përardhjen e Ballukut ne e dim, në pikpamje të intelektit. Pra, sepse ju gazetarët ja keni bërë, s'keni lënë gjë pa i bërë labidar, që jo pastrusja, jo sanitarja, jo kjo, jo ajo, po nuk nifet ndonjë person i shkolluar, i diplomuar apo i doktoruar që të mbaj postin e zëvendës kryeministrit të infrastrukturës dhe energjisë për 6 vite dhe të zëvendës kryeministrit për 3 vite. Ndoshta ca poste kërkojnë administrim, kërkojnë administrator. Absolutisht, po kërkojnë ndoshta Balluku mund ta ketë. Po administrimi duke hedhur valle, duke mbledh gjithë daullet e Shqipërisë për të bërë koncert në hyrjet dhe daljet e tunelit të Llogaras, të Murrizës apo në çdo tunel tjetër të hapur në Shqipëri, që kanë një kosto shumë të madhe, por kanë 1/1.000.000 e asaj çfarë është vjedh shqiptarëve. Se një koncert atje mund të ketë bërë 100.000 euro. Por fatura e shqiptarëve që në kurrizë shqiptarëve është 190 milion euro. Që ekspertët të paktën kanë thënë që ai tunel bëhej me gjysmën e shumës. Pra do të thotë që ne po kërkojmë 50, ato na kanë vjedh 90, na tregomi shumë ekonomista. Ne kërkojmë vetëm 50, por kërkojmë gjysmën e asaj që na kanë vjedhur për te punës. Dhe në këtë koncept unë them që SPAK-u shkon deri në fund të kësaj historie dhe është i gatshëm për ballet me një luftë politike. Unë them do t'i shkoj, por besoj që kryeministri i Shqipërisë do të ulet në tabanin e të qenurit shqiptar, nëse i ka ngel në qik pik gjaku shqiptar, duhet me urgjencë t'i kërkoj dorëheqjen dhe të çliroj organin e SPAK-ut në procedurë, qoftë edhe me vendimarrjen politike në Parlamentin e Shqipërisë, për të vënë përpara drejtësisë një njeri të inkriminuar, por që duhet që tek SPAK-ut mos shkoj me imunitet, e të mos shkoj me detyra, sepse ne kemi thënë edhe për Veliajn, edhe për tjetrin, që këta njerëz të pushtetshëm, kaq të pushtetshëm, mund të ndikojnë për tjetërsimin dhe devijimin e provave që rrjedhin nga dëshmitë e zyrtarëve, të cilët i kanë në komand Balluku. Faleminderit Prinçi. Përse deri në këtë moment nuk është bërë një kërkesë, le të themi në kuvend nga ana e SPAK-ut më tepër për të hequr imunitetin dhe ndoshta për të kryer një kontroll banese apo një kthyrje të telefonit personal të Ballukut, dhe a ka gjasa që një hetim që lidhet për një çështje të vitit 2020 dhe 2021, Balluku të mund të helmoj provat apo të prish provat sot që flasim? Janë disa detaje.
që të milion të ndaj në 2 pjesë. Përse nuk e ka marrë një vendim të tillë? Në fakt si rregull do i marrë, sepse Prokuroria e Posaçme ka këtë standard dhe ligji procedural e parashikon që për nevojat të sigurimit organi procedurës kërkon caktimin e një mase rasti konkret personi dyshuar ose është marrë i pandehur, sakt e pandehur. Po, shkomunikuar akuza. Është njoftuar akuza, ka imunitet dhe duhet ndjekur procedura siç ka qenë edhe në raste të tjera analoge që ju dini shumë mirë, dhe duke çuar provat në kuvend, duhet ndjekur. Pse se kanë bërë? Pavarësisht se ngjarja mund të jetë e shumë viteve të mëparshme, për shembull, ti the viti 2020. Po, 2020-2021 që është miratuar dhe tenderi përfundimtar. Po, 2021, por siç u tha dhe këtu tha Prençi, ky informacioni dhe problematikat kanë rrjedhur edhe më parë, pra në vitet 2023, 2024, pra kanë dalë të dhona. Dhe si rregull, kjo vendimarrje do ishte marrë më parë, në atë kohë që kanë dalë këto të dhona, pra që mund të ndikojë në prova, sepse ligji parashikon ndikimin në prova, rrezikun e ikjes, rrezikun më të madh. Rasti Veliaj është tipiku që gjyqtari çmonte. I thellimit të pasojave të veprës penale, i pasojave të tjera penale në fakte ose në raste analog, sepse një person që kryen një vepër në ushtrim të funksionit me impakt të tillë mund të kryej edhe të tjera të tilla. Kështu parashikon ligji, pra si rregull duhet ishte marrë një masë. Dhe tashti ata do t'i çojnë si duket në gjendje të lirë dhe pa i caktuar me një status të tillë. Sidoqoftë mendoj që dohet gjykata e seancës paraprake, e cila do ndikojë shumë, siç ka qenë edhe rasti i Beqës, ku gjykata e posaçme ka mbajtur një qendrim, po them, më të ashpër se spagu. Po, më të ashpër. Kërkoi akuzën për grup strukturuar kriminal. Po, e ktheu aktet. Prokuror, nëse do më lejosh, kam qef t'ju drejtoj një pyetje për një fakt shumë të tronditës që më tingëllon se në fundit për opinionin publik është tronditës se ndjekja e 2 standardeve. Shqipëria dhe sidomos shqiptarët kanë shpresuar që me reformën në drejtësi dhe me drejtësinë e re, përpara drejtësisë do jemi të gjithë një lloj dhe shpresojmë shumë. Problemi qëndron që në rastin e tunelit Llogaras kemi një tmerrsisht pabarazi përpara ligjit. Jo më larg se para 3 muajsh, me një urdhër arbitrar të nxituar, të kundraligjshëm, Kryeministri i Shqipërisë urdhëroi institucionet duke dhunuar dhe drejtësinë dhe prokurorin Gjeli në Shkodër, dhe duke anatemuar, bullizuar dhe shantazhuar, urdhëroi institucionet në varësi të kryeministit, pra të qeverisë të ekzekutivit, dhe prishin në theth 100 shtëpi druri me bazamente guri dhe betoni. Edhe pse 2 muaj përpara zgjedhjeve i kishte ftuar vetë malësorët në kurbet, në emigracion që ejani investoni në bujtina dhe në turizëm. Ka rezultuar që tuneli i Llogaras, vepër strategjike, investim gjeopolitik i interpretuar nga Kryeministri i Shqipërisë, ka rezultuar se është pa leje. Është bërë procedura në vitin 2021 dhe miratimi i lejes së ndërtimit të tunelit Llogaras është bërë në vitin 2025. Pra 4 vite punë pa leje. Shpjegimi juaj, i nderuar prokuror, se si mundet të përballen shqiptarët me këtë padrejtësi të madhe. Ai që investon 20.000 euro në një ndërtim bujtine, i prishet, kurse qeveria me gjithë këtë, me KVO-n edhe me ministrën edhe me tender mas tenderi për kolaudimin, supervizimin dhe kolaudimin dhe certifikimin e këtyre, kanë dalë të gjitha 4 vjet pas. Bego përgjigju tani, se pyetja ishte sa juridika aq edhe me presionin politik të Prençit. Pyetja në fakt kërkon një përgjigje penale. Në fakt ndërtimet, siç kemi padur ne, flas për rastin e ndërtimeve në Velipoj, që përmendet ju, më fal në theth. Po, sipas ligjit edhe VKM-s 408/2015 të ndryshuar mbi ndërtimet, nuk janë ndërtime në praktikat tona të cilat quhen ndërtime tipike me punime si themele, llaç,
hekove të tjerë, por janë ndërtime të lehta. Ndërtimi trupëzuar, po. Me kabina druri dhe kanë një strukturë mbështetëse në tokë, e cila nuk është në vete një ndërtim. Dhe që të bësh një investim të tillë, të bësh një ndërtim të tillë me disa kabina, duhet një kohë gjatë, dhe është e pamundur që ju e dini shumë mirë që t'i shpëtoj syrit të organeve të administratës lokale, siç është policia e shtetit, IKMT etj etj. Ato janë lënë qëllimisht aty. Kjo nuk diskutohet, është kurse për sa i përket tunelit, këtu problematika më e madhe është që ti ndërton një vepër strategjike pa leje. Si mundet të ndërtosh një vepër pa leje? Pra të ndërtosh pa leje, ti ke bërë një ndërtim të rrezikshëm. Jashtë parametrave që nuk është miratuar dhe ne nuk arrim ta kuptojmë si është dhënë leja më pas për diçka që është bërë fakt. Si ndërton pa leje, se ti ndërtosh pa leje, ajo është shumë e rrezikshme, sepse rrezikon jetën e njerëzve. Është lejuar përdorimi i tunelit më shumë se 13 muaj pa u certifikuar, pa u dhënë leja, pra pa u bë kolaudimi dhe leja shfrytëzimit. Pra ne jemi koshient që rreth një vit përpara ky tunel është përdorur nga turistët, ndërkohë që nuk ishte dhënë leja e ndërtimit, e pa leja e shfrytëzimit, kolaudimi dhe shfrytëzimi. Pra unë kjo to do kenë qenë fiktive më pas, sepse derisa ky është bërë fakt, edhe në rast se i shikojmë ne më pas i trajtojmë. Tani kush e ka përgjegjësinë tani? Se shiqyr që nuk ka ndodhur një ngjarje, një tragjedi, por nëse do kishte ndodhur, domthonë si do ballafaqoshin juristët shqiptar, zyrtarët shqiptar, qeveria shqiptare që lejon përdorimin e një vepre strategjike pa leje, e ndërtuar pa leje, pa kolauduar, pa leje shfrytëzimi. Kush ma përgjegjësinë tani këtu? Përgjegjësia, tash ti përgjegjësia. Ja po themi te Ministri i Infrastrukturës? Patjetër, sepse ai është organi investitor që përmendet, por nuk e di duhet parë edhe qëndrimi që ka patur Këshilli i Ministrave në rasti konkret. Konkret është dhënë leje, është miratuar kjo nga Këshilli i Ministrave dhe kush e ka miratuar, sepse Këshilli i Ministrave ka një staf Këshilli Kombëtar i Territorit ka mbështymën është ajo. Jo, e ka firmuar se po 2025 tani. Po, është tani para 3 muajsh e ka firmuar kjo Ministri i Shqipërisë. Për këshilltar, inxhinier, ekonomist, jurist, të shikojnë plotëson parametrat ose jo. Në rast se është dhënë jashtë parametrave, po kështu përfitet për disa vepra të tjera që mund të jenë pa leje. Këtu, Shqipëri.